Policia e Kosovës, gjëgjësisht Drejtoria për hetimin e krimit të organizuar dhe krimeve të rënda, pas zhvillimit të veprimeve hetimore, sipas autorizimit nga Prokuroria Themelore në Prizren, të mërkurën ka organizuar një operacion policor për arrestimin e 2 personave të dyshuar lidhur me veprën penale fajde. Sipas njoftimit të policisë, të dyshuarit me veprimet e tyre në vazhdimsi kanë detyruar viktimën të paguajnë shuma të ndryshme të parave si interes për fajde, si dhe në emër të kamatave të fajdes përmes formave të ndryshme të presionit, kanë kërkuar nga viktima marrjen e shtëpisë dhe 2 lokaleve të tij në Prizren, vlera të cilave është rreth 1 milion euro. Të dyshuarit janë arrestuar në flagrancë gjatë përpjekjes së tyre për ta detyruar viktimën në rregullimin e dokumentacionit për bartjen e pronësisë së shtëpisë dhe 2 lokaleve pronë e viktimës. Ndërkaq me urdhëresë nga gjykata është kontrolluar edhe vendbanimi i 2 të dyshuarve, me çrast janë gjetur dhe sekuestruar dëshmi materiale, të cilat do të përdoren në procedurë penale ndaj të dyshuarve. Ndaj 2 të dyshuarve EK dhe AK, prokurori i shtetit në Prizren ka lëshuar akt vendim për ndalim, u tha në njoftimin e policisë. Liri, me ju në çdo iftar.